4 rastet kur nuk duhet përdorur asnjëherë vaj ullirit. I çmuar për shekuj me radhë, për përfitimet e tij shëndetësore dhe zbukuruese, vaji i ullirit është një nga produktet më të përdorura nga njerëzit në të gjithë botën. Vaji i ullirit ka qenë në fokus të shumë kërkimeve shkencore për vite me radhë, të cilat kanë vërtetuar se është një nga ushqimet më të shëndetshme që natyra i ka falur njeriut. Ai është i pasur me lëndë të ndryshme ushqyese, antioksidues, yndyrna të pangopura, lëndë ushqyese antiinflamatore, që parandalojnë sëmundje të ndryshme, luftojnë radikalet e lira, nivelin e kolesterolit të keq dhe parandalojnë plakjen e parakoshme. Por duhet pasur kujdes në përzgjedhjen dhe përdorimin e tij, pasi sa më i mirë, aq edhe i dëmshëm mund të bëhet nëse nuk e përdorni atë si duhet. Ja kur nuk duhet ta përdorni vajin e ullirit. Nëse nuk jeni të sigurt nga vjen. Përpara se të përdorni vajin e ullirit në gatim ose si produkt bukurie, duhet të siguroheni nëse është ekstra i virgjër. Ka raste kur vajrat e sojës ose të lule diellit shiten si vaji i ullirit apo përzjehen bashk. Prandaj duhet të shikoni nëse shishja e vogël e vajit lexon ekstra i virgjër. Duhet gjithashtu të dini që vajin e ullirit të paketuar në një shishe ta blini në ngjyrë të errët, duke qenë se drita shkatërron shumicën e vetive të vajit të ullirit. Prandaj kompanitë prestigjioze që merren me prodhimin e vajrave nuk i fusin ato në shishe të dukshme. Nuk duhet ta përdorni ato për skuqje. Studime të ndryshme kanë vërtetuar se vaji i ullirit i shëndetshëm për zemrën mund të bëhet i dëmshëm nëse nxehet në një temperaturë mbi normalen, që është 320 gradë. Shumë vlera ushqyese, si acidet yndyrore omega-3 dhe antioksiduesit, shkatërohen nga procesi ngrohjes. Për të marrë sa më shumë përfitime nga ai, përdoreni siç është, duke e spërkatur në fund të gatimit apo tek sallatat. Në zgar. Në shumë receta rekomandohet që të marinohen perimet dhe mishi në vaj ulliri dhe erza për t'i gatuar më pas ato në zgar. Ka raste ku rekomandohet edhe që hekurat e zgarës të lagen me vaj ulliri për të parandaluar ngjitjen e ushqimit. Vërtet nuk shkaktohet asnjë dëm nëse e bëni një gjë të tillë. Megjithatë, mendojmë se nuk është e nevojshme, duke qenë se vaji i ullirit digjet në zgar fillon të krijojë flak, madje mund t'u japë dhe shije gazi ushqimeve nëse përdorni zgar me gaz. Në vend të tij përdorni vaj perimesh. Edhe sapo ushqimi të jetë gatuar, e spërkatni atë me pak vaj ulliri ekstra të virgjër. Si produkt për heqjen e akneve. Shumë njerëz betohen për përfitimet e vajit ullirit si produkt bukurie. Ata i përdorin këtë vaj për zbutjen e flokëve, si mask për pastrimin e fytyrës, për masazh për trupin e të tjerë, dhe në fakt kanë të drejtë. Ky produkt është ideal për kujdesin ndaj lëkurës dhe flokëve, por ai nuk duhet të përdoret për heqjen e akneve dhe puçrave në fytyrë. Vaji i ullirit përmban një përbërës që mbyll poret. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë që nëse keni akne ose puçra në fytyrë, të përdorni vajra të tjerë, siç është vaji i arganit, i livandës, aguliçes e të tjerë.